Po lexoja një artikull tani të Gérard Depardieu, një problem që ka ndodhur kohët e fundit, meqense e njoh mirë këtë histori, doja t'ja u tregoja. Kush është rastisht t'i bëj like faqes, shihemi sërish, një producent italian kishte bërë një premtim disa aktorëve, ndër këta aktor, disa aktorë dhe amerikan, por ndër këta edhe Gérard Depardieu. Bile Gérard Depardieu në këtë film që është bërë, që është The Creators, jo ai amerikani, por është ky filmi italian, i bërë para disa viteve, u kishte premtuar të gjithë këtyre aktorëve që të merrnin pjesë në film, sepse ai pasi të shiste, do t'u jepte pagën që u takon. Pse po ja u tregoj këtë? Sepse para disa viteve, vitin 2019, një nga këta, nga lista e këtyre aktorëve, ishte dhe Gérard Depardieu, ku sugjerova në produksionet që unë punoj, që të menin Gérard Depardieu. Bile kishte edhe disa aktorë të tjerë amerikan, por unë sugjerova këtë sepse ka disa teknika, për shembull, disa aktorë edhe kanë emrin, por është një periudhë për shkak kur ndodh që ai ka ulje çmimi dhe ishte momenti që mund të merrte pjesë. Mirë, po kur ndodhen problemet pastaj këta e hoqën, produksioni pra e hoqën si një nga lista e atyre aktorëve që kisha menduar. Pra e seleksionuan duke hequr fare, pikërisht nga ato problemet që ka pasur para disa viteve Gérard Depardieu. Dhe ky producenti italian, një tjetër që nuk e njoh kështu, por nuk mora pjesë me të, kishte thërritur pikërisht Gérard Depardieu dhe disa aktor amerikanë, siç ju thash, dhe në listën e tij kishte vendosur këta aktorët. Bëri filmin, filmi mua më pëlqeu, por jo ashtu siç duhej, sepse me një fjalë, fotografia është fantastike. Xhirimet janë bërë në mënyrë vërtet fantastike, por kontenuti, me një fjalë, sensi i të gjithë sasaj të filmit pra, nuk ka. Me një fjalë, pas 10 minutash, 15 minuta, ndoshta edhe 20 minutash, ti e lë filmin, nuk e shikon më. Sepse ka diçka që i mungon, diçka të madhe. Pikërisht për këtë dua që t'ju flas, sepse nëse keni vënë re, kinematografia më e madhe dhe më e mirë në botë është amerikane. Thoni si të doni, thuani të thonë si të donë të tjerët, nuk ka shans që t'jetë ndryshe përveç se amerikanëve. Amerikanët janë ata që me të vërtet e din ta shesin filmin ashtu siç duhet. Do ju tregoj historinë e këtij producenti. Çfarë bëri ky producenti? Ky donte të bënte të njëjtën gjë që kishte bërë edhe ai që bëri filmin Lord of the Rings, ose nuk më vjen në shqip tani. Lord of the Rings. Okej. Dhe është film i madh dhe u mori 9 Oscar dhe mënyra regjia është fantastike, çdo gjë, historia, të gjitha të kap dhe të mbërthen ai film. Dhe ky regjizori, ky amerikani, me $10 milion bëri gjithë filmin e parë. Po si e bëri me $10 milion? Sepse ai mori pikërisht siç do të ta bënte edhe ky italiani, sepse mori shkak nga ai, nga Jack Peterson, dhe Jacku çfarë bëri? Mori disa aktorë që nuk kishin ende, me që në atë periudhë nuk kishin në majat e tyre, dhe u kërkoi që të merrnin pjesë me një budget të ulët së pari, dhe u tha që unë do t'ju pagoj vetëm shpenzimet fillestare. Dhe filmi, kur të dalë, pasi të ketë dalë filmi, dhe të filloj që të futen të ardhua financiare, unë do t'ju jap më shumë nga çmimi që ju mendoni. Pra nga ai që ju thoni që merrni. Nëse për shembull dikush merrte, si për shembull si e ka ai Rolando Bloom, nëse ai merrte për shembull $6 milion ose $5 milion, do jepte $10 milion. Dhe kështu bën, pra rolet kryesor që morën pjesë, me kalimin e kohës filmi doli shkëlqyeshëm dhe pushtoi botën. Bile arriti miliona $, dhe mori secili atë që i takon. Të njëjtën gjë do të bënte edhe ky italiani. Dhe çfarë bëri ky? Mori disa aktor, ndër këta, siç u thash, edhe Gérard Depardieu,
dhe i tha që unë do t'ju jap një pjesë tani, pra vetëm një prezencë që thonë ose shpenzimet, dhe pastaj kur dali filmi do bëjmë ndarjet për secilin prej jush, aq sa ju takon dhe ndoshta edhe më shumë. Mirë po, doli filmi, par vjet, në për sallat e Italis dolin 300 salla, s'ka boj, bëri gjithsej as $50,000, pra as €50,000, sepse askush nuk e shihte. Bile kur doli në fillim, menduam kush se çfarë ishte, por me kalimin e kohës, pastaj fillojnë njerëzit flasin dhe është tepër e vështirë. Pse e them këtë? Sepse të bëjnë si të duan në Evropë nuk arrin dot nivelin e amerikanëve. Qofshin edhe filma që kushtojnë 5 lekë. Nuk e di, por janë ndryshe. Në fakt, akoma sot janë filmat më të shitur në botë. Thoni si doni ju. Dhe tani amerikanët kanë frikë nga një diçka që ta dini. Amerikanët kanë frikë nga kinematografia turke. Po, sepse kinematografia turke po merr përpjesime të mëdha. Telenovelat turke, thon amerikanët, nuk i mposh dot njeri. Sepse kushtojnë pak, janë cilësore dhe fotografia është fantastike. Dhe historitë që kanë bërë janë fantastike dhe të mbërthejnë. Kurse kinematografia italiane po rrënohet gjithmonë nga dita në ditë, nuk po shet kush, sepse kanë kushurirën që e marrin aty apo shoqen që e marrin aty të bëhet aktore, kanë marrë djalin e ministrit apo djalin e dikujt tjetër dhe nuk kanë cilësi. E para aktorët, pra cilësia e aktorëve ka rënë totalisht. Nuk është si dikur që ishin gjithë aktorë të zgjedhur dhe ishin tamam për kinema. Dhe tjetra është që nuk kanë histori, nuk kanë me fjalë nuk e shet dot, nuk e shikon. Nuk është se nuk ka histori, por ata që shkruajnë nuk dinë të shkruajnë. Sepse janë të njëjtë ata që shkruajnë para 50 viteve, ose ndoshta me miq. Dhe kjo është e vështirë, me fjalë sepse kinematografia ka pësuar evoluime të mëdha. Rrjetet sociale kanë pësuar një evoluim fantastik. Në fakt, kjo është arsyeja kryesore që kinemaja ka pësuar një rënje drastike. Pikërisht pra nga nivelet. Sepse njeriu kur ka se ku të shikoj në rrjetet sociale për shembull, ai e kalon. Kur shikojnë që është diçka që nuk i pëlqen e kalon. Dhe i vjen më shpejt informacioni për një film që është i bukur ose që nuk është i bukur. Kështu që sot duhet patur kujdes në çdo skaj. Tani të gjithë këta aktorët që kanë marrë pjesë në këtë film te ky italiani, e kanë hedhur në gjyq dhe gjithë ato lek ku do t'i gjej ky tani, do shesi shtëpi pas shtëpinë sepse sa do shesi shtëpinë, po pastaj si do t'ja bëj? Nuk ja del dot, sepse nuk edhe shtëpinë të shesi nuk i pagon dot gjithë. Dhe doja t'ja u tregoja për të kuptuar, sepse disa nuk e kuptojnë, thjesht për të bërë bisedë së bashku, por disa këtu nuk e kuptojnë, kemi folë dhe flasë, unë jam brenda këtyre, unë punoj në një produksion që ose, unë kam thënë, dhe në fakt sot jemi në periferi këtu, jemi në Molise, gjendemi, e parkoj makinën mu këtu, s'ka zvënd, gjendem në një vënd, u deti me dallgët e tij është ka shumë erë ndaj nuk ndëjta jashtë dhe po thoshe që këtu për të gjetur një location bëra gjithë këto kilometra nga Roma për të gjetur një location për dokumentarin e ri që po bëjmë sepse ja marr pjesë si thashëm për dokumentare dhe në produksion e dokumentarëve dhe kështu që bëra gjithë këto kilometra për të gjetur një vend siç duhet. Dikush nga ai do thotë, po mirë, kjo është puna jote. Jo, sepse erdha me shpenzimet e mia. Unë mjaft që të ketë sukses, ndoshta edhe për këtë më kanë rinovuar viti 3 që më rinovojnë kontratën, pikërisht pra sepse i smet punës. Dhe këta nuk do ta kuptojnë sepse nëse janë gjithmonë, nëse gjenden gjithmonë brenda këtij territori, pra brenda Italisë, shikojnë gjëra gjithmonë italiane dhe nuk shikojnë mëtej, padyshim nuk do ta njohin diferencën mes asaj bote dhe kësaj bote. Kështu që duhet ta shikosh në një tjetër këndvështrim. Jo vetëm në këtë rast me filmat, por u mendoj në çdo aspekt të jetës. Ndaj ja u thash këtë si
si argument. Në fakt edhe Gerard Depardieu tani kërkon lekët që t'japi produksioni, po nuk do t'i marri kurrë, si do t'i marri. Nejse. Kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj të gjithëve.